Gjykata kushtetuese ka marrë vendimin për ankimimin e kryeministrit Edi Rama për vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre dhe ministre të infrastrukturës. Mësohet se gjykata kushtetuese ka vendosur të kalojë çështjen Balluku për shqyrtim në seancë. Bëhet me dije se 5 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese kanë votuar pro pranimit të kërkesës së Edi Ramës, ndërkohë që 3 të tjerë kanë votuar kundër shqyrtimit të çështjes së pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Pas këtij vendimi, çështja do të shqyrtohet në një seancë të posaçme, ku anëtarët e gjykatës kushtetuese do të gjykojnë në themel vendimin e GJKK-s dhe të vendosin nëse ishte në cënim të kompetencave pezullimi i Ballukut apo jo. Nga ana tjetër, gjykata e posaçme antikorrupsion caktoi masën e pezullimit për Belinda Ballukun pas hetimit të SPAK, që ka ngritur akuza të forta ndaj numrit 2 të qeverisë për abuzime në tunelin e Llogaras në vlerën e 50 milionë eurove dhe për paracaktimin e tenderit të Unazës së Madhe.